kaluam kemi qenë një 3 muaj në grevë pikërisht për çdo. Ministri tonë që është akoma aktual në detyrë nuk i ka bërë përshtypja ajo punë. Edhe mas 3 muajve na u dash me vazhdu. Videoprojekte kum pas po në ato videoprojekte të çyra kapengja. Shumë me humor. Ato janë më tepër për publikun e gjanë që nuk më rrinë me ardhë me pa në teatr. E për mu janë mjashtu rogës në kacilë. Qëndrojnë mirë kështu në Kosovë, aktorët, pagat, në përgjithësi, regjisorët, artistët të kësaj fushë? Paj, zakonisht nuk thëmë kosovarqe. Po vitin e kaluam kemi qenë një 3 muaj në grevë pikërisht për qëto. Po normalisht këti ministri tonë që është akoma aktual në detyrë nuk i ka bërë përshtypja ajo punë. Edhe mas 3 muajve na u dash me vazhdu prapë me të njëjtat. Nuk ka ndryshime. Me të njëjtat kushte, po, s'ka. Keni ndërmarrë diçka prapë pas asaj proteste themi 3 mujore? S'kemi ndërmarrë kur gjë se që është pa rezultat. Nuk i erdhi keq kërkuj që u bloku teatri kombëtar për 3 muaj. Po publikun atë kohë? Për pos publikut. Po. E kanë vrejt mungesën për ato 3 muaj? E kanë vrejt mungesën, do thotë keqardhja ka qenë vetëm te na dhe te publiku, po jo te ata që mujnë me bërë zgjidhje. Do thotë arsyeja e rikthimit tuaj ishte publiku dhe ndoshta vetë ajo dashuria juaj për aktrimin, asgjë tjetër. Publiku edhe përgjegjësia që kemi ndaj publikut dhe dashuria jonë për profesionin ton, edhe fillum mundje si të pavlerë, edhe e pam që se greva, protesta është për me shty përpara një diçka kur ajo është mjeti i fundit demokratik i kërkesave që mund të shtysh diçka, po kur e shes që nuk arrin kur gjë, se nuk i bën përshtypje ata që mujnë me rregullu diçka, nuk kanë vullnet me rregullu kur gjë, atëherë thjesht dorëzohesh. Thot një fjalë e urtë popullore, forca të mund, po nuk të korrit. Edhe në unim të mundën, po jo të turpnuar ose të korritën. Përmendet edhe pjesën e vlerësimit. Sa mendoni që vlerësohet një aktor pikërisht në Kosovë? Të i marrë parasysh gjitha këto rrethana që i cek. Bukuria edhe kënaqësia e brendshme e jona shpirtërore është vlerësimi prej publikut. Ata na vlerësojnë, publiku na vlerëson lart. Kjo tregon prej sallës mbushur çdo natë. Për ndryshe tjertë nuk shohin në kështu kam përshtypjen që mendojnë që edhe pa teatr ban. Edhe ata e dinë që vërtet nuk ban. Sa ndoshta duhet që të punohet në këtë drejtim, edhe që ndoshta ta kenë të fiksuar të gjithë që pa teatr nuk bën. E dim që në qendra shumë të mëdha evropiane teatri është diçka bazë, diçka kyçe. Po do të vinë ndonjë ditë që edhe tek ne do të jetë në atë pikë? Po shpresojmë. Vetëm shpresa ka. Vetëm shpresa.